Debati i ashpër mes Smirit dhe Selim Bollatit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania ka shkaktuar reagime edhe jashtë ekranit. Pas spektaklit të fundit ku diskutua gjatë vendimi i Selim për të qëndruar në garë pavarësisht kërkesës së prindërve të saj, bashkëshortja e Mirit, Rabea, ka reaguar hapur ndaj moderatorit Ledion Liço përmes një postimi në Insta Story. Rabea ka ironizuar duke pretenduar se Selimi favorizohet për shkak të popularitetit të saj në rrjetet sociale, në vend që të vlerësohen më shumë karriera dhe përvoja e banorëve të tjerë. Ajo ka krahasuar numrin e ndjekësve të Selin me karrierën 30 vjeçare të Mirit. Forma më e lartë e skllavërisë është të glorifikosh një prezantuese 23 vjeçare si më të famshme se një këngëtar 46 vjeçar me 30 vjet karrierë dhe më të famshme se një opinioniste ish politikane me mbi 3 dekada karrierë, sepse e para ka më shumë ndjekës në Instagram se këta të dy të fundit, tha ndër të tjera duke e përfshirë edhe Monika Kryemadin. Bashkëshortja e Mirit ka qenë shpesh temë diskutimi në këtë edicion për shkak të raportit që artisti ka krijuar me Selin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.